Rikualifikimi që ka nisur tashmë për transformimin e hyrjes së Shkodrës prek edhe 45 familje të komunitetit rom në bregun perëndimor të liçenit. Atyre u është kërkuar nga pronari i Trullit për të liruar vullnetarisht barakat, pasi pas pak ditësh pritet që të ndërhyjë IKMT për të prishur të gjitha objektet e këtij komuniteti pas prokurorisë. Banorët janë dakord, por kërkojnë një vend të sigurt strehimi. Do vjeri shteti tha me i prish edhe jam fut vetë për me i prish. A ju kanë thënë se ku do të çojnë? Jo, s'kena strehim as me i ven. Jashtë janë të fjet njerëzit e kështu. Ne s'kemi ku rrim, pa buk jena, pa punë, pa gjo. Tëna jena në dorë të Zotit. Jena dakord, po t'jena tonë, me na gjithë strehim, me na bo. Po shkojmë, se tash nuk ka vënë jona, ke bëzë, këtu kena dhe 30 vjetë. Po dakord jena, nduan thejim vetë. To ke huja ajo nuk, edhe neve nuk rrim. Po sa të na vikoha të hikim edhe neve. Jena 25 familje këtu, jena shumë keq, s'kena vend ku me shku, vlla. Na nxjerrin me zor me dalë te ku, shkojmë na për shina, na për ujë, na ku dalim jena me kalamaj. Gjysmë me barakët janë prish. Ku do shkojmë ne, Zoti e di. Ne duam urgjent strehim, se jena shumë keq. Projekti i ri për hyrjen e qytetit të Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative.